Këto janë elementë që duhen përcaktuar që në fillim, që të mos ndodhin pastaj probleme, siç po keni parasysh që ka edhe të rinj tani ose edhe çik që kanë bërë disa vjet në bashkëtesë dhe tani paraqiten gjykat, ai gjykatësi thotë po çfarë doni, thotë ju s'keni bërë atë celebrimin, çfarë doni nga unë. Po. Ose këta që bëjnë këto ndërmjetësime të kudion. Duhen përcaktuar gjërat që në fillim, ka modele shumë të mira. E mira është që çiftet që bashkëjetojnë ta ndajnë mendjen edhe të shkojnë të marrin kredi bashkë, të financojnë bashkë dhe të marrin një shtëpi, të jetojnë bashkë. Të nisin me shtëpi dhe jo me qiran. Po. Është gjëja më e mirë, sepse ato para që i bëjnë qira do paguajnë kredinë e shtëpisë dhe aty pastaj edhe më shumë forcohet jeta në çift edhe ecin bashkë. 90% e njerëzve investimin më të madh shtëpinë e kanë. Sa përqind? 90% mund të jetë edhe më e lartë. Duke hequr pjesën e biznesmenëve, investitorëve që kanë investime 5, 6, 10, 300 shtëpia. Shtresa mesatare e poshtë, investimin më të madh kanë blerjen e një shtëpie. Investimi më i madh për në Shqipëri është shtëpia. Unë jam pro blerjes së shtëpisë, se patjetër është pjesa e qeras që në 10 vjet gjithmonë. Por kam edhe unë personalisht, nëse do më pyesi si do veproja unë nuk do e blija shtëpinë për të jetuar vetë. Unë do zgjidhja të jetoja në një apartament me qera, me një qera më të vogël. Në një zonë që ka qeran që të kursej pak pjesën tjetër, të kursej pjesën tjetër, të blej një apartament, do e blija një apartament, do e investoja për investim, do e lësha me qera, me atë qera do paguaja kredin, dhe ndoshta nga ajo qera mund të më ngelesh edhe diçka mua. Dhe ndërkohë, shtëpia me qera punon për veten e saj, mbas 10 vitesh e ka shlyer veten, sepse me inflacion, me rritjen e çmimeve, me rritjen e qerave, 10, 12, 15 nuk ka rëndësi, ajo punon për shlyerjen e vetes. Në momentin kur unë e kam shlyer të, mund të mendoj për të blerë një shtëpi për të jetuar. Ju keni qasjen e ecjes gradualisht. Çështja në Shqipëri është që një pjesë e mirë e të rinjve thonë dua të bëhemi pasur, dua të bëhemi pasur brenda 24 orëve. Dëgjojmë 24 orë, këshilla jote? Dhe brenda 24 orëve duhet të kem kaq, apo jo tani. Dunose duhet bukur, bjonde me sy boqelli, me maniqyrë të kuq, te gishtat e këmbëve dhe maniqyrë e shirt te gishtat e. Cila është këshilla jote, Enrico? Këshilla ime e thon shkurt. Të ulen me këmbë tok. Po. Të bëjnë llogari, të bëjnë një plan dhe të vënë vetes një qëllim. Plani është që çfarë kam, sa mund të shpenzoj, t'i lëmë një anë ato blerjet impulsive dhe qëllimi im është që për një vit unë do bëj 1000 euro ose për një vit do bëj 2000 euro. Çfarë do thot 2000 euro për një vit? Do thot një laptop i mirë, 700-800 euro, do thot një celular i mirë, 500-600 euro, dhe do thot që të blesh edhe disa pajisje zyre dhe të marrësh 2-3 muaj një zyrë me qira edhe të fillosh një biznes. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi kjo bisedë dhe shpresojmë që të kenë qenë të vlefshme të gjitha këto këshilla. Kemi ardhur kështu në fund të programit, bashkë do të ritakohemi të mërkurën e ardhshme natën e